Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë ka publikuar listën preliminare me emrat e 13.227 personave të vrarë, të zhdukur dhe të vdekur si pasojë e luftës. Lista përfshin viktimat që kanë lindur, kanë jetuar ose kanë pasur vend banim në territorin e Kosovës gjatë periudhës së luftës, si dhe personat që kanë humbur jetën nga plagë të marra në rrethana të lidhura drejt për drejt me konfliktin. Sipas të dhënave të institutit, për periudhën nga 1 janari 1998 deri më 20 qershor 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Në mesin e tyre 1.047 janë fëmijë të vrarë, 94 kanë humbur jetën si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa për 100 fëmijë ende nuk dihet fati dhe vendodhja. Raporti përmban gjithashtu listën preliminare të viktimave në periudhën e pasluftës nga 21 qershori 1999 deri më 31 dhjetor 2000, ku rezultojnë 997 persona të vrarë. Drejtori i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës, Ade Hetemi, deklaroi se lista do të përditësohet në vazhdimsi në varësi të procesit të dokumentimit të krimeve. Fushveprimi i këtij raporti ose i kësaj liste është i kufizuar vetëm në 3 kategori. Do të thotë në këtë listë ose në këtë raport ne paraqesim informatat për numrin dhe detajet e personave të vrarë, personave të zhdukur me dhumbë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës. Do të thotë përfshirja vetëm e këtyre 3 kategorive nuk nënkupton se ato përbëjnë tërësinë e viktimave të luftës në Kosovë, por kategoritë e tjera do të trajtohen në faza tjera të veçanta të dokumentimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri thirrje për shtim të presionit ndaj Serbisë për hapjen e arkivave, të cilat sipas tij do të ndihmonin në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë. Qeveria e Republikës Kosovës e vlerëson këtë punë. Instituti është themeluar pikërisht mbi këtë bazë, jo për të zëvendësuar atë që të tjerët kanë bërë ndër vite, por për të verifikuar dhe institucionalizuar atë. Andaj e përsërisim thirrjen ndaj faktorëve ndërkombëtar të shtojnë trysnin ndaj Serbisë që mes tjerash të ndryshohet vendimi për klasifikim 30 vjeçar deri në vitin 2044 dhe të hapet arkiva e Brigadës së Motorizuar 37 të Ushtrisë Jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë. Ndërkohë në Kalludër të Zubin Patokut ka vijuar për të dytën ditë radhazi gërmimi në një zonë të dyshuar si varrezë masive. Autoritetet kanë konfirmuar gjetjen e mbetjeve mortore njerëzore, ndërsa dyshohet se ato mund të përkasin grupit prej 23 intelektualësh të Mitrovicës të zhdukur në prill të vitit 1999. Për këtë rast, autoritetet kanë arrestuar më herët 2 persona të dyshuar për përfshirje në krimet e luftës.